Keni ju një plan për t'ju riqasur procesit të zgjedhjeve kur do jenë ato lokalet edhe zërat janë që mund të vi shumë shpejt? Në general për ne shpresojmë që mos arrijmë të zgjedhjet lokale, por populli shqiptar të mobilizohet dhe kjo qeveri nuk mund të shkojë nuk mund të jemi drejtuar nga kjo qeveri e korruptuar dhe me skandale të shidhe janë bas skandale çdo ore, se nuk ka mas skandale mujore as javore, janë skandale çdo orë ka një skandal në qeverinë e Edi Ramës. Përsa i përket mobilizimit, unë besoj se diaspora, siç ka qenë gjithmonë e gatshme dhe ka bën ryshimet në momente të caktuara të historisë së Shqipërisë. Dhe sot është e gatshme. Ne kemi bërë shumë takime dhe mas zgjedhjeve, me të vërtetë sa diaspora ka ngel shumë keq nga ajo çfarë ndodhi, jo nga ajo çfarë dha, sepse vota u dha pavarësisht se ajo dhe ajo votë si u dha, u vodha apo u hell ndet, apo ku ta diun ku hellen ata, sa ata din shumë mirë, por shpresojmë se i ditë do japin llogari për këtë. Por megjithatë, sidomos diaspora në Itali, se unë kam pas shumë takime në Brescia, në Emilia Romagna, në Toskana, në Lazio, dhe vazhdojmë që të kemi takime çdo fundjavët, ku kemi edhe mundësinë që të takojmë shqiptarët nga afër, në bashkëpunim me deputet dhe eksponent Forca Italias, ku unë bëj pjesë dhe jam koordinator në Forca Italia për shqiptarët në Itali. Me zonjën Tassinari, Rosaria Tassinari, deputeten, me zotin Casasko, që me zonjën Erika Mazzeti, dhe shumë Batilok, dhe shumë eksponent tjerë deputet të Forca Italias. Ne po shohim se gjithë shqiptarët janë të gatshëm që të bashkohemi dhe të japim fund asaj qeverie të korruptuar. Dhe them me bindjen më të plotë se janë gjithë të gatshëm, sepse ne e shohim ndryshe demokracinë, e shohim se nuk mund të na qeverisë një Shqipëri aq të bukur, një qeveri aq e korruptuar. Një qeveri e kapur totalisht në të gjitha skandalet që mund të kapet një Ramaduro, është pak t'i thush ti, por nuk mund të gjej emër për të as për Lubin, as për nuk mund të kem emër se si ata njerëz arrin as poshtë sa të shesin çdo lloj interesi shqiptar dhe të kombit shqiptar. Për zanë shqiptarët dhe t'ju thonë shqiptarëve të ikni ju, se këtë do bëhet çfarë thojmë ne. Kjo është për mendimin tim duhet një mobilizim dhe diaspora është e gatshme që t'i japin atë çfarë Shqipëria meriton. Faleminderit.